Një fotografi që po qarkullon në rrjetet sociale tregon kryeministrin në detyrë Albin Kurti me deputetët e zgjedhur nga komunitetet Pakic, aty shihet se mungojnë 3 deputetët, Duda Balje, Veton Berisha dhe Adem Hoxhić. Theksojmë se deputetët e Kosovës sot bën përpjekjen e radhës për konstituimin e kuvendit. Kjo ishte era e 17 që ata aprovuan të konstituojnë kuvendin, por seanca përfundoi me të njëjtin rezultat si më parë. Seanca që nisi nga ora 10:30 nuk pati asnjë ndryshim nga përpjekjet paraprake. Kryesuesi i seancës konstitutive Apni Dehari tentoi që të imponojë votimin për formimin e një komisioni për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit me vot të fshehtë, por nuk ja doli, pasi kjo mënyrë e votimit u kundërshtua sërish nga PDK, LDK dhe AK. Sa kaq, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Donald Alloshi ka publikuar një fotografi në llogarinë e saj në Instagram pak para nisjes së seancës së 17 në përpjekje për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Ajo shihet duke pozuar së bashku me deputetet e tjera, Saranda Bogujevci dhe ministre në detyrë të drejtësisë Albulina Axhiu, e cila njëherësh është edhe kandidate për kryetare të kuvendit të Kosovës. Dy gra të fuqishme që thyen limite, jo për të dalluar, por për të hapur rrugë për të tjera, ka shkruar interpretuesja e hitit Ditë për ditë në mbishkrimin e fotografisë.